Përshëndetje, kam ndjekur me shumë vëmendje zhvillimet e fundit në Big Brother në lidhje me motrën time dhe tradhtarin hipokritin Lajert Vasili. Lajerti e lëshoi në formë të pabes. Bona kishte krijuar besim më përpara që mes tyre mund të kishte një ndjenjë, pasi Lajerti kishte lënë të kuptonte që pëlqente dhe ndoshta edhe ndjente diçka më tepër. Por dy fytyrëshat këtë bëjnë. I gjithë rrugtimi i tyre i përbashkët gjatë gjithë kësaj kohe ka bërë të duket në publik që janë një trup i vetëm. Dhe padyshim ai vendimi marrë në mënyrë të pabes e ka shqetësuar Valbonën, por dhe ka zhgënjur shumë në publik. Mbështetësit e Valbonës, personalisht më duket veprim jo i matur i Lajertit. Jam kundër atij veprimi dhe gjykoj në fund të fundit tregoi dyftërsinë e tij. Në lidhje me raportin që Valbona ka patur brenda në shtëpi, ka patur disa akuza edhe nga shqipja, opinionistja, e cila ka thënë që Valbona ka një marrëdhënie jashtë, e cila nuk është e vërtetë. Dhe për këtë shqipja do mbajë përgjegjësi. Kjo nuk është e vërtetë. Të gjithë do të mbajnë përgjegjësi për çka kanë shpifur në publik, për të gjitha akuzat e pavërteta. Përfshirë këtu edhe Lajertin, ndërsa me Gjebanin kam hesabet e tjera për të larë. Lajert Vasili së pari mund të zgjidhte të diskutonte me Bonën dhe jo ta lëshonte në atë moment pasi njëri prej tyre do të dalë jashtë nga shtëpia e Big Brotherit. Dua të përmbledh të gjithë qëndrimin tim kundër këtij veprimi jo të matur, jo burror dhe as pak e moralshme nga ana e Lajertit, pasi po del që e ka bërë për lojë gjatë gjithë kësaj kohe. Këtu do ballafaqohen krejt, shumë shpejt. Përshëndetje, kam ndjekur me shumë vëmendje zhvillimet e fundit në Big Brother në lidhje me motrën time dhe tradhtarin hipokritin Lajert Vasili. Lajerti e lëshoi në formë të pabes. Bona kishte krijuar besim më përpara që mes tyre mund të kishte një ndjenjë, pasi Lajerti kishte lënë të kuptonte që pëlqente dhe ndoshta edhe ndjente diçka më tepër. Por dy fytyrëshat këtë bëjnë. I gjithë rrugtimi i tyre i përbashkët gjatë gjithë kësaj kohe ka bërë të duket në publik që janë një trup i vetëm. Dhe padyshim ai vendimi marrë në mënyrë të pabes e ka shqetësuar Valbonën, por dhe ka zhgënjur shumë në publik. Mbështetësit e Valbonës, personalisht më duket veprim jo i matur i Lajertit. Jam kundër atij veprimi dhe gjykoj në fund të fundit tregoi dyftërsinë e tij. Në lidhje me raportin që Valbona ka patur brenda në shtëpi, ka patur disa akuza edhe nga shqipja, opinionistja, e cila ka thënë që Valbona ka një marrëdhënie jashtë, e cila nuk është e vërtetë. Dhe për këtë shqipja do mbajë përgjegjësi. Kjo nuk është e vërtetë. Të gjithë do të mbajnë përgjegjësi për çka kanë shpifur në publik, për të gjitha akuzat e pavërteta. Përfshirë këtu edhe Lajertin, ndërsa me Gjebanin kam hesabet e tjera për të larë. Lajert Vasili së pari mund të zgjidhte të diskutonte me Bonën dhe jo ta lëshonte në atë moment pasi njëri prej tyre do të dalë jashtë nga shtëpia e Big Brotherit. Dua të përmbledh të gjithë qëndrimin tim kundër këtij veprimi jo të matur, jo burror dhe as pak e moralshme nga ana e Lajertit, pasi po del që e ka bërë për lojë gjatë gjithë kësaj kohe. Këtu do ballafaqohen krejt, shumë shpejt. Përshëndetje, kam ndjekur me shumë vëmendje zhvillimet e fundit në Big Brother në lidhje me motrën time dhe tradhtarin hipokritin Lajert Vasili. Lajerti e lëshoi në formë të pabes. Bona kishte krijuar besim më përpara që mes tyre mund të kishte një ndjenjë, pasi Lajerti kishte lënë të kuptonte që pëlqente dhe ndoshta edhe ndjente diçka më tepër. Por dy fytyrëshat këtë bëjnë. I gjithë rrugtimi i tyre i përbashkët gjatë gjithë kësaj kohe ka bërë të duket në publik që janë një trup i vetëm. Dhe padyshim ai vendimi marrë në mënyrë të pabes e ka shqetësuar Valbonën, por dhe ka zhgënjur shumë në publik. Mbështetësit e Valbonës, personalisht më duket veprim jo i matur i Lajertit. Jam kundër atij veprimi dhe gjykoj në fund të fundit tregoi dyftërsinë e tij. Në lidhje me raportin që Valbona ka patur brenda në shtëpi, ka patur disa akuza edhe nga shqipja, opinionistja, e cila ka thënë që Valbona ka një marrëdhënie jashtë, e cila nuk është e vërtetë. Dhe për këtë shqipja do mbajë përgjegjësi. Kjo nuk është e vërtetë. Të gjithë do të mbajnë përgjegjësi për çka kanë shpifur në publik, për të gjitha akuzat e pavërteta. Përfshirë këtu edhe Lajertin, ndërsa me Gjebanin kam hesabet e tjera për të larë. Lajert Vasili së pari mund të zgjidhte të diskutonte me Bonën dhe jo ta lëshonte në atë moment pasi njëri prej tyre do të dalë jashtë nga shtëpia e Big Brotherit. Dua të përmbledh të gjithë qëndrimin tim kundër këtij veprimi jo të matur, jo burror dhe as pak e moralshme nga ana e Lajertit, pasi po del që e ka bërë për lojë gjatë gjithë kësaj kohe. Këtu do ballafaqohen krejt, shumë shpejt.
Përshëndetje, kam ndjekur me shumë vëmendje zhvillimet e fundit në Big Brother në lidhje me motrën time dhe tradhtarin hipokritin Lajert Basili. Lajert e lëshoi në formë të pabes, Bona kishte krijuar besim më përpara që mes tyre mund të kishte një ndjenjë, pasi Lajerti kishte lënë të kuptonte që e pëlqente dhe ndoshta edhe ndjente diçka më tepër. Por dy fytyrëshat këtë bëjnë. I gjithë rrugtimi i tyre i përbashkët gjatë gjithë kësaj kohe ka bërë të duket në publik që janë një trup i vetëm. Dhe padyshim ai vendimi marrë në mënyrë të pabes e ka shqetësuar Valbonën, por dhe ka zhgënjur shumë në publik. Mbështetësit e Valbonës, personalisht më duket veprim jo i matur i Lajertit. Jam kundër atij veprimi dhe e gjykoj në fund të fundit tregoi dyftërsinë e tij. Në lidhje me raportin që Valbona ka patur brenda në shtëpi, ka patur disa akuza edhe nga shqipja, opinionistja, e cila ka thënë që Valbona ka një marrëdhënie jashtë, e cila nuk është e vërtetë. Dhe për këtë shqipja do mbajë përgjegjësi. Kjo nuk është e vërtetë. Të gjithë do të mbajnë përgjegjësi për çka kanë shpifur në publik, për të gjitha akuzat e pavërteta. Përfshirë këtu edhe Lajertin, ndërsa me Gjebanin kam hesabet e tjera për të larë. Lajert Basili së pari mund të zgjidhte të diskutonte me Bonën dhe jo ta lëshonte në atë moment pasi njëri prej tyre do të dalë jashtë nga shtëpia e Big Brotherit. Dua të përmbledh të gjithë qëndrimin tim kundër këtij veprimi jo të matur, jo burror dhe as pak e moralshme nga ana e Lajertit, pasi po del që e ka bërë për lojë gjatë gjithë kësaj kohe. Këtu do ballafaqohen krejt, shumë shpejt. Përshëndetje, kam ndjekur me shumë vëmendje zhvillimet e fundit në Big Brother në lidhje me motrën time dhe tradhtarin hipokritin Lajert Basili. Lajert e lëshoi në formë të pabes, Bona kishte krijuar besim më përpara që mes tyre mund të kishte një ndjenjë, pasi Lajerti kishte lënë të kuptonte që e pëlqente dhe ndoshta edhe ndjente diçka më tepër. Por dy fytyrëshat këtë bëjnë. I gjithë rrugtimi i tyre i përbashkët gjatë gjithë kësaj kohe ka bërë të duket në publik që janë një trup i vetëm. Dhe padyshim ai vendimi marrë në mënyrë të pabes e ka shqetësuar Valbonën, por dhe ka zhgënjur shumë në publik. Mbështetësit e Valbonës, personalisht më duket veprim jo i matur i Lajertit. Jam kundër atij veprimi dhe e gjykoj në fund të fundit tregoi dyftërsinë e tij. Në lidhje me raportin që Valbona ka patur brenda në shtëpi, ka patur disa akuza edhe nga shqipja, opinionistja, e cila ka thënë që Valbona ka një marrëdhënie jashtë, e cila nuk është e vërtetë. Dhe për këtë shqipja do mbajë përgjegjësi. Kjo nuk është e vërtetë. Të gjithë do të mbajnë përgjegjësi për çka kanë shpifur në publik, për të gjitha akuzat e pavërteta. Përfshirë këtu edhe Lajertin, ndërsa me Gjebanin kam hesabet e tjera për të larë. Lajert Basili së pari mund të zgjidhte të diskutonte me Bonën dhe jo ta lëshonte në atë moment pasi njëri prej tyre do të dalë jashtë nga shtëpia e Big Brotherit. Dua të përmbledh të gjithë qëndrimin tim kundër këtij veprimi jo të matur, jo burror dhe as pak e moralshme nga ana e Lajertit, pasi po del që e ka bërë për lojë gjatë gjithë kësaj kohe. Këtu do ballafaqohen krejt, shumë shpejt. Përshëndetje, kam ndjekur me shumë vëmendje zhvillimet e fundit në Big Brother në lidhje me motrën time dhe tradhtarin hipokritin Lajert Basili. Lajert e lëshoi në formë të pabes, Bona kishte krijuar besim më përpara që mes tyre mund të kishte një ndjenjë, pasi Lajerti kishte lënë të kuptonte që e pëlqente dhe ndoshta edhe ndjente diçka më tepër. Por dy fytyrëshat këtë bëjnë. I gjithë rrugtimi i tyre i përbashkët gjatë gjithë kësaj kohe ka bërë të duket në publik që janë një trup i vetëm. Dhe padyshim ai vendimi marrë në mënyrë të pabes e ka shqetësuar Valbonën, por dhe ka zhgënjur shumë në publik. Mbështetësit e Valbonës, personalisht më duket veprim jo i matur i Lajertit. Jam kundër atij veprimi dhe e gjykoj në fund të fundit tregoi dyftërsinë e tij. Në lidhje me raportin që Valbona ka patur brenda në shtëpi, ka patur disa akuza edhe nga shqipja, opinionistja, e cila ka thënë që Valbona ka një marrëdhënie jashtë, e cila nuk është e vërtetë. Dhe për këtë shqipja do mbajë përgjegjësi. Kjo nuk është e vërtetë. Të gjithë do të mbajnë përgjegjësi për çka kanë shpifur në publik, për të gjitha akuzat e pavërteta. Përfshirë këtu edhe Lajertin, ndërsa me Gjebanin kam hesabet e tjera për të larë. Lajert Basili së pari mund të zgjidhte të diskutonte me Bonën dhe jo ta lëshonte në atë moment pasi njëri prej tyre do të dalë jashtë nga shtëpia e Big Brotherit. Dua të përmbledh të gjithë qëndrimin tim kundër këtij veprimi jo të matur, jo burror dhe as pak e moralshme nga ana e Lajertit, pasi po del që e ka bërë për lojë gjatë gjithë kësaj kohe. Këtu do ballafaqohen krejt, shumë shpejt.
Përshëndetje, kam ndjekur me shumë vëmendje zhvillimet e fundit në Big Brother në lidhje me motrën time dhe tradhtarin hipokritin Lajert Vasili. Lajert e lëshoi në formë të pabes. Bona kishte krijuar besim më përpara që mes tyre mund të kishte një ndjenjë, pasi Lajerti kishte lënë të kuptonte që e pëlqente dhe ndoshta edhe ndjente diçka më tepër. Por dy fytyrëshat këtë bëjnë. I gjithë rrugtimi i tyre i përbashkët gjatë gjithë kësaj kohe ka bërë të duket në publik që janë një trup i vetëm. Dhe padyshim ai vendimi marrë në mënyrë të pabes e ka shqetësuar Valbonën, por dhe ka zhgënjur shumë në publik. Mbështetësit e Valbonës, personalisht më duket veprim jo i matur i Lajertit. Jam kundër atij veprimi dhe e gjykoj në fund të fundit tregoi dyftërsinë e tij. Në lidhje me raportin që Valbona ka patur brenda në shtëpi, ka patur disa akuza edhe nga shqipja, opinionistja, e cila ka thënë që Valbona ka një marrëdhënie jashtë, e cila nuk është e vërtetë. Dhe për këtë shqipja do mbajë përgjegjësi. Kjo nuk është e vërtetë. Të gjithë do të mbajnë përgjegjësi për çka kanë shpifur në publik, për të gjitha akuzat e pavërteta. Përfshirë këtu edhe Lajertin, ndërsa me Gjebanin kam hesabet e tjera për të larë. Lajert Vasili së pari mund të zgjidhte të diskutonte me Bonën dhe jo ta lëshonte në atë moment pasi njëri prej tyre do të dalë jashtë nga shtëpia e Big Brotherit. Dua të përmbledh të gjithë qëndrimin tim kundër këtij veprimi jo të matur, jo burror dhe as pak e moralshme nga ana e Lajertit, pasi po del që e ka bërë për lojë gjatë gjithë kësaj kohe. Këtu do ballafaqohen krejt, shumë shpejt.